Po shko për së përmës me më. Kanë plasë në nizën për shkopi o zëtë. Pse marë? Tho zhot keqa? O mu thot goja mu. Ja, Maria, ke folka e si burra. A ma qësh? Ja se që se s'keni kuptu në për sëris? Atmosferë shumë e këndshme. S'ka ma, ti shë kanë edhe ti. Kalojmë tek nominimet si pas radhës që ju e dini vetë. Mirëmbrëma në Albana. Mirëmbrëma, 2 emra dhe 2 arsye. Atëherë personi I parë që unë nominoj është Romi. Arsyeja është se I thret shumë në emrat e produkteve që ai vjen sera. Ku jemi Patliçan? Hajde marr Kastravet. Ona marr Kumbo. Shëqër që nuk njën Kallamaç, se kishtë thënë, ku jeni Karabusha? Pa ju vajzave, si o thret? Një vajzave na mund pa krohon. Na thet, hajde një mari kërtolla. Po personi I dytë? Të shi personi I dytë është Gjada. Arsyeja është se na shetë me në ata for kosh. E si da që t'i ki, kur më të mira se të mija si ka. Në Albona unë kryva. Heromi, a je rahat aty? Jo, më rahat jam I to. Atëherë, nominimet e mia janë Qiqi edhe Gjuli, fiks. Edhe të dy du me nominu për të njëjtën arsye. Po që kam me I bon? Që kam me I bon unë, se ata janë qytetarë. Edhe bojnë gjelos, se unë jam katonarë. Iva, bo. Mirëmbrëma Gjuli. Mirëmbrëma majnë Alban. Kë nominon ti? 2 emra dhe 2 arsye. Si fillim është e Romi I herë. Arsyeja për notja akustike. Në të shmenni, gërhet shumë ma I gonesh, po. Kurse I dyti, Quqi. Në falj ma I gonesh, Qiqi, he. Me ne jo shuran ton kohë ma I gonesh, ne trubaj ujnat, I haqaj tana, s'na nasi gjanive, po. Falj s'kisha. Vjen Qiqi. Qiqi a I zonën, ka ik me bot Quqin, pavione. Qiqi. Personi parë, a Romi, se më thët me harë farë në ledidhi me matlinjat. Kurse personi I dytë, Anreka. Po kush është Najka? Roja e asirit pleshme. Ja ma I padu me qesh, po personi I dyta Gjada. Po pse? Duket kaj si Nreka. Mirëmbrëma në Albana. Mirëmbrëma, 2 emra dhe 2 arsye. Unë për shpirtit zartan për gjelesh e për jashtë. Ja, 2 emra dhe 2 arsye. A, vetëm 2? I pare është Romi. Te tani Elin sheqer rakis. Ky sjuti ka prakin e hell sheqeri. Kurse dyta është Gjada. Se kam hi mal. E dejta është bish. Kam bet bish tu tesh. Ja, manikyrë. Barku, pedikyrë. Do me thënë,
këto dy janë persona. Po ti moj, as di me thënë shneta? Mirëmbrëma, Albana. Mirëmbrëma. Si fillim, du me nominuat Romin. A din pse maj? Pse Su maj? koftu ndasëm. Kurse i dyti, është ai Aleksandri, që na mal vetin për menema. Po kulmi moj motër, menema që nuk pinë cingaren. Ka që kisha. O, mojnë Albana, sa mirë bane që shkova në banjë. E mrova të dy erë. Pse? I bori Romi, hanë djothin po bukë. Edhe kulmi, hanë makaronet dhe bukë. A ki po bukë? E dyta gjada. Sa herë që marrën me ikë banjo, aja qojtë bish dal mysh me më zonë banjën mu. Pa dinë majnë Albanë, që dhe me thonë mja zonë banjën shoko tenë majnë Albanë. Adi, Po kusha shoku jatë marë qëqi? shoko jem, unë majnë, a mund. Mirëmbrëma. Kë nominoni? 2 emra dhe 2 arsye. Personi I parë që nominoj, jam unë. Pse? Ka marrë mallin për të juve. Po personi I 2? Personi I dytë, prap me unë, Arsyeja? ka marrë mallin për të juve. Tani do të përgatitemi për finalen. Kanë mbetur 3 personazhe. Po cilët janë ta? I ftojmë a I shikojmë se kush janë ta. Personi që eliminoj tani, duke hequr dorë përfundimisht nga çmimi I madh prej 100 milion lekëve, është Gjada. Ba shqyqër maj që pa iku. Po pse maj gjohet? Am preti fejumi maj, du mu feju. Po pritë moj, pritë moj. Sa manitin e mon tuka moj. Pritë. Pritë moj. Tuku. Oh, me dhe. Oh, Qiqi, ha? janë 2 pale. E di maj? E di. Ku janë tjerat? Mua me dhe lanë. E pse? I kanë vesh. Pashi. Kush është fituesi Big Brother Shkodra? Kush është ai që mori më shumë vota nga publiku shqiptar? Kush është ai që u pëlqyja më shumë? Fituesi I Big Brother Shkodra është spektatori I mrekullueshëm që mbushi sonte Kati Viceni.
bravo grupit. Shpresoj t'jeni kënaqur edhe ju që dëgjuat pa gjithçka. Dua t'ju kujtoj që ky është grupi më i gjatë për vetëm në arsye sepse normalisht kishte më shumë konkurrenta, edhe kjo është edhe arsyeja sepse zgjati ka shumë kjo pjesa parë. Tani unë dua të ftoj një personazh shumë të njohur të humorit shqiptar, shkodran kryesisht. Unë e kam parë portokallin vetëm se dëgjoja letrën e Tan Brahimit. Ajo letra aq ironike që si të realitetin shkodran, unë shkriesha së qeshurit, ju them të vërtetën. Është momenti të ftoj Tanin për t'ju bërë pak qeshur dhe pse e di që nuk i mungojnë qeshurat në këtë natë të sotme, gjithsesi ndjekim Tanin dhe për të parë se çfarë do të ndodhë. Mirëmbrëma. Herë faleminderit si keni ardhur se unë në 27 vjet jetë veç një herë kam qenë teatr, e kam bërë besi nuk shkaj më. Më pëlqej shumë shfaqja, po me ju thonë drejtën e shpirtit, u lodha të rrosh plak. Unë jam Tan Brahimi, po ju prezantohem ju të rritunve se fëmijët njohin ton. Bile për fëmijët e Shkodrës janë bërë më i famshëm se Goku. E përmendni shpesh mi emrin me dallu prej tonave tjerë, se në Shkodër ka më shumë tona se sa benza. Plus, si më ka thonë edhe i shak, për me pas sukses duhet me e shit vedin më shumë se vlin. E unë për me pas krejt garantum, jam të e shit edhe më shumë se më ka thonë e shoku. Bile edhe kur shkruaj skenarin në fund fjalis, nuk ve një pik, po ve një Tan Brahimi, prap. Sonte kam dalë me ju tregu për arsimin edhe për punësimin tim. Unë e di si nuk ashtu interesu hytë me ju të regu se s'pa di që me ju të regu tjetër. Unë jam djali formum, si djali kam kryu shkollën për shkollë të mesme. Masu lullni. Kam kryu shkollën për shkollë të mesme, në shkollë të natë se kam kryu, po e kam kryu dhe me thonë. Në fakt, taman, kam kënë shkollë të muzikës, po nuk ju të regova se mërë dhe i turpë nga që kam metë në klasë aty. Më pat metë e profesori që mësot e kitarën, se sa fillova me mësu, pak fillova me dalë në përdasma. E i prej natit metë në klasë, se edhe i delte në përdasma, po delte kamarierë. E të shtet e kam pas në zonës. E sëtë thët e kam pas në zonës atë tonin, nuk thët e kam metë në klasë, e kam morë në qafë, pa e kam pas në zonës. A i më fiku se po të më kalot e do të krysha shkollën e muzikës, do të shkosha edhe në akademi të arteve, do të krysha edhe ty për muzikë, e sëtë zë të isha ignorant, po do të isha të pakten një DJ profesionist. Pa kështu deshti zoti përfundova në shkollë të natës, në fakt aty shkëlqeva për një vit, aty shkëlqeva, aty për një vit mora 3 vjet shkollë. E kryva shkollën para shokëve të klasë, që nuk kishin meta si herë. Atëherë, me si e pova se jam të pas shumë sukses në shkollë, shkova u regjistrova në shkollë të naltë për matematikë. Studiova një 3 vjetë edhe aty në vit parë. Si me thonë, për 3 vjetë mësova me nëmru deri në 3. Atëherë, e pova që si jam të kalu gjallë në vit 2 edhe pare i mujë shkova u shregistrova, alo shkret shkollën. Bile i shkova tonë qefa soj sekretarës, i thosh, ka mort me lonë shkollën. Më tha, po pse pa e lenë? I thosh se s'pa marrë. Si përfundim mi dha ata letat, ata gjonat që kisha qu, kur jam registru, dhe me thonë, bojna 3 vjetë shkollë në altë, e në fund mora prap diplomen e të mesme sa dhe i kanë shpi. Ju mund thoni, pse di, edhe i trash, edhe për matematik, a zgjodhe veta, të morën me plëcu numrina, si që e puna. E zgjodha vetë me doshe matematikën, se mi falen librat e matematikës. A kam kërë puna? Kam edhe veç 5 minuta. Edhe e zgjodha matematikën si me thonë se mi falen librat e matematikës, po ju mos më shifni kështu si ignorante, se unë e di që shkolla është qytet nim, po nona më ka thonë që kam lidhë në qytet.
ky ishte arsimi jem, kurse për punësimin, shqyqyr të mallit zët, o zët, ja boshim shqyqyrin, kam 2 vjetë që punej pushus. Jam të e bua jetën veç buk e gjumë, si me thonë, gjumë, buk, gjumë, prap. Edhe para se më orë të fjet isha. Pa dikur edhe unë jam këput të punue, para 2 vjetëve e moj mëndë, pa të mori njëri jemi, punu dhe kishte një servis makinash, edhe mori me mbo nërë, mas mu sjell rrugëve kotë. Në fakt, fix më boni nërë, më boni se vop në muse, nuk u sjellësha mua rrugëve kotë, pa u sjellësha kotë në për servis. E kisha as me qef si punë, sa që nuk shkosha në biciklet, pa shkosha në kam, që me vënu sa ma shumë. E nuk e mësova si profesion, jesë se kuptosha, se nuk jam këtë dras, po prejtosha me e bo, ma si ta mësoj. Aty s'kishte nevojnë fakt me punu unë, se punoshin 3 vetë aty, punu dhe i shoki pronarit, punu dhe nipi pronarit, punu dhe pronari vetë. Unë e mërësha rrugën të bo me si është pronarin. A i nipi i pronarit ishte moshatar me mu, ishte shumë i edukum, shumë punëtor, pa i dit i ardhi shpirtin mojët hundës, edhe më tha, pse nuk e regulon këtë makinen? I thash, po nuk e reguloj se e regulon ti. Atëherë më tha, po mirë mërë, sa të reguloj unë se e na bosh, po kur ti është vetëm që aden me bo. I tham, kur ti jem vetëm, ti ki me kënë të thonë, dikur kam punu me një atë Brahimin. Edhe i dolen fjallët e mija, a i haloa sa të punën e unë haloa se allëm kotë. Kaç kisha edhe për punësimin, po ju tregoj edhe diçka të shkurt për portokallin. Noli njëri në rrugë i ditë edhe më tha, po ku je mor tani? Më tha, po është mollin zot, po si e mua te portokallia mor valla. Ai ke vetat hoqën. I thash, i ka vetë se më hoqën. Po tash më tha, tash do më shku prap më i thash, do më shku prap pa nuk morrin. Atëherë më tha, me thonë drejtën e shpirtit, s'm ka pëlqyer kur humori jot. I thash, po qa me bo më dhe, unë kam humor të hollë, nuk kam fonca të trosh. Faleminderit. Atëherë më tha, po si mor najte një sezon e nuk e bone një batut, mor burr. I thash, po një batut pa ta bëj tash, edhe i bone herë, be. Filloj me qesh me lot, të ronë shpinë të qesh. Sot e asoj ditë, so herë si më shef në rrugë qesh me të molle, halo kujtan se jam unë delja. Unë i kas kisha përgadit për sot, faleminderit për ju që qeshni me batutën e nuk qeshni se kam harru me mërthuj pantollat. Faleminderit se prej Ben Mozit, jesë më koftu sonde këtu e se edhe po mas më kishte ftu, unë nuk do ta kisha falenderu. Po, faleminderit se ka prej atyne që më thonë pse nuk shkruan humor për tjerë, kurse Beni është prej këtyne që më thonë mas shkruaj humor për tjerë. Unë kështu kam nevojë me ma bëa pak rrugën sapun, deri në ditë që të mbine edhe sapunin tokë. Unë për sonte kas kisha përgatit tonë të fjallë t'i kisha mësu për mëndë, shqyqyr që si harrova tona. Faleminderit për jush. Okej, unë nuk do të iki, sepse unë erdha këtu për të ndjekur, sepse do të pa shifja gjithçka përballë, kisha përballë. Do të pyes tani si të duk skena. Nuk e di përgjigjen se nuk e kam mësu për mëndsh. Tal Brahimi. Faleminderit shumë për ju, shirujt zoti. Okej, ndërkohë që tani vendos mikrofonin, shërben edhe për diçka, pos pjesës se për na bërë për qeshur.